Ehen 3-2-2026. Qëndro për pak momente sepse dua t'i lutem Perëndis për javën që ka filluar sot me 3 dhe mbaron me datën 10 gusht 2026. Perëndi gjithë pushtetshëm në emrin e Jezus Krishtit qofshin shkatruara, të anulluara të gjitha planet, të gjitha strategjitë, të gjitha kurthet që djalli bashkë me fuqitë e errësirës me ushtrinë e tij satanike dhe demonike kanë ngritur, planifikon të ngrej kundër mikut tim dhe familjarëve të tij gjatë kësaj jave nga data 3 deri me datën 10 gusht. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem që kjo javë të jetë java e cila miku im do të jetë duke përjetuar fitore pas fitores çdo ditë të kësaj jave, duke parë mahnitshëm mrekullitë e tua që ti Zot i dashur do i bësh o Perëndi gjithë pushtetshëm në emrin e Jezus Krishtit. Shpall se lavdia e Atit do jetë duke e mbuluar mikun tim, duke mbuluar familjen e tij, gjaku i Krishtit. Engjëjt e Zotit ta rrethojnë që në këtë mënyrë ai të jetë në një mburoj që asnjë lloj strategjie që djalli mund të planifikojë kundër tij apo familjes tij të ketë sukses. Zoti i dashur, unë shpall që mrekullitë e tua do të jenë duke shoqëruar, do të shpall Zoti i dashur që kjo javë do jetë një javë që ai do përjetojë në mënyrë të mahnitshme prezencën tënde. Zot, unë besoj se ti je pranë ti, je pranë familjarëve ti, ti je kudo ndodhur, i gjithë pushtetshëm, i plot fuqishëm. Ndaj unë shpall që kjo javë është java e mrekullive të Zotit tek miku im që është këtu me mua dhe familjarët e tij. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Lavdi Zotit Jezus, miku im i çmuar, kjo ishte lutja ime për këtë javë. Unë do doja që nëse ishe i bekuar nëpërmjet kësaj lutje të shkurt, ta shpërndaje që edhe dikush tjetër të jetë duke u bekuar. Nëse akoma nuk ke bërë follow të profilit tim, bëj follow për video të tjera sepse unë kam shumë video që unë hedh këtu me lutje, me inkurajime të ndryshme, e deri në videon tjetër apo një mesazh që mund shkruaj unë të paqja e Zotit, Zot rrof mendjen, shpirtin, zemrën dhe të gjithë qenjen tënde. Mirupafshim.